të votohet në parlament dhe formohet qeveria. Profesor, thënë gjitha këto, cilat janë gjasat që realisht kryeministri në detyrë Albin Kurti t'i ketë këta 61 deputet, marë parasysh qëndrimet e deritanishme të partive politike, për cilat më pas do diskutojmë për se cilën veç e veç. Po, janë gjasat dhe gjithmonë mundësia thani është për të bërë veprat mira. Në këtë rast jemi në një zgrips kohor, në një themi cajtnot, që po na kushton jo vetëm pikpa me kredibiliteti, rejtingu ndërkombëtar si shtet, po edhe me miliona dhe ma shumë se kaq edhe me miliarda ndoshta euro vlerë, do duhet dhe ka mundësi, e para ka mundësi që pa tjetër gjendet një solucion, duhet lista, do me thënë, për 3 deputetësh e nismës socialdemokrate, të ketë racio politike. Vërtet është momenti i fundit që ata të reflektojnë. Jo me floskula politike e me retorik boshe, por duhet jo ne vetëm kuvend. Çfarë do të thotë ajo? Ajo ishte një kërkesë për mua, jo reale, për të mos qenë absurde. Ne duam të kontribojmë në legjislacion. Kryetari i kuvendit është vetëm një speaker, është vetëm një folës, drejtues primum inter pares, i pari në mesin e barabartë, është njësi ata deputet tjerë, vetëm e ka autorizimin për ta udhëhequr seancën. Pra duhet ai të më falë ta përfundoj mendimin, të lutem. Duhet që thjesht të bëjnë një marrëveshje, edhe këta duhet fituesit të jenë fleksibil, nëse bëhet një marrëveshje për bashkëqeverisje me nismën, atëre patjetër që duhen edhe nivo 2, do duhi këta të komuniteteve pakic, me këta të bisedohet, edhe mendoj unë, varianti 2 që edhe pa biseduar me askend, si që vepruan PDK-ja në rastin e votimit të kryetarit, që veproj mirë dhe veproj tamam si leadership, parti serioze e votoj kryetarin, edhe LDK-ja që e votoj tani më kandidatin për nën kryetar të komunitetit sërb, njëherë jo pasaj po, të veprojnë përsëri. Dhe kjo do t'ishte mendim dhe veprim strategjik i këtyre partive, për arsye se e vënë sprovë, nëse deri tash si thoshin këto të opozitës, deri djeshme se fituesi po e pengon, po e bllokon formimin e kuvendit dhe të institucioneve tjera, nuk ka kurajo dhe guxim që ta marrë qeverisen, atëherë dhe le ta vënë sprovë, le ta japin mundësinë që ai ta bëjë qeverisen, për qeverisje pakicës është. Edhe mandej le të dëshmohet kjo dhe le të fitojnë ata, unë jam i sigurt që fitojnë vota, fitojnë autoritet para popullit dhe autoritet politik para bashkisë ndërkombëtare, nëse tregojnë leadership dhe e votojnë për interes publik dhe shtetëror të Kosovës qeverisën pa e kërkuar fare. Profesor, në anën tjetër, kjo që po thoni dhe ishte ideale, ndoshta mënyrë që të delim nga tërë kjo blokat në cilën edhe reale, është parë reale dhe mëshme. Po, që 9 muaj, po thuaj, se kemi një vit të plot të humbur. Megjithatë, për dallim të atyre që thatë ju se si do duhej që të vepronin, partitë politike janë deklaruar me qëndrimet e tyre krejtësisht kundër. Lidhja Demokratike e Kosovës kanë thënë se nuk dëshirojnë të bashkëqeverisin me Kurtin, në anën tjetër Partia Demokratike